Ka informacionet që keni. Atëherë, së pari njerë, gjua e përdorur. Edhe nga kundërshtari, pra, nga kolegu kundërshtar, me këto fjalë bufi, këneta, këtë gjë, tregon praktikisht shumë, flet shumë. Edhe nuk ka nevojë ta komentojnë vetë qytetarët këtë gjuhë të përdorur. Së pari njerë janë dy çështje për të trajtuar. Para nisëm me atë çështjet e bashkisë, edhe do vim pastaj edhe pjesa Po jo, nuk kemi shumë kohë. Patjetër. 2 minuta kohë. I hodha një sfidë, gjithashtu na thuaj punët që janë bërë, na thuaj ato që janë bërë, asgjë bëri propagandë. Dhe qytetarët s'e dinë se çka katastrofë është në Tiranë. Për të ardhur deri këtu mund deshën 45 minuta. Kjo është katastrofë. Imagjinoni, ata që jetojnë në zonat rurale të Tiranës, ata që nuk marrin shërbimet, ata njerëz që nuk do të fitet tyre kopshte çere se nuk ka vende, e pensionistët e kështu me radhë për zonat që zaptohen, që bëhen beton e kështu me radhë. Për sa i përket pozicionimeve dhe hartimeve të listave, që çdo subjekt politik ka strategjinë e vet. Strategjia e ndjekur, meqense unë s'dua të komentoj kundërshtarin, se kundërshtari komentohet kur hyn fushata, dhe komentohet nga dita pas nesërme. Po meqense kolegu Valteri komentoi, ne u bëj dhe një kundër koment. Fakti që Edi Rama po i heq të vjetrin nga lista dhe po fut të rinjt, nuk pa bën për rifreskim, nuk është ky qëllimi final i rifreskimit. Ndonë se ajo do sjellë rifreskim, do se do sjellë fytyra të reja. Është për faktin se di shumë që 3 çelegu tyre i kanë durë në zullum, Ola. Njëri akuzohet për blerje vote, njëri akuzohet për tjetërsim prone, njëri ka një biznes që ka bërë presion tatimeve, njëri ka interese kështu me radhë. Edhe e përdor këtë lloj instrumenti, për të pastruar atë imazhin e Partisë Socialiste, për të thënë që shiko, nga dita pas nesërme, unë nuk përfaqësohem më me Arben Ametajn, nuk përfaqësohem më me Erion Velin, nuk përfaqësohem më me Alqi Bllakon, nuk përfaqësohem më me ato kryetarë të bashkisë, Stëndërhyva. Nuk kam përfaqësuar, duhet ta mbyll. Ali, të respektova se Stëndërhyva. Nuk do përfaqësohem me gjithë drejtorët që janë arrestuar, me Ilir Beqi, po përfaqësohem me të Brezin e Ri. Kjo është thjesht një teknikalitet. Strategjia e tij e përkthyer në këtë mënyrë nga ju. Ju vetë jeni në listë? Strategjia jam as jam në listë. Nuk e dini. Çdo kush është në politik, në listë mbyllur apo të hapur e kanë fjalën. Çdo kush është në politik ka ambicien të jetë pjesë e parlamentit të ardhshëm. Do jetë Dorian Derita apo s'do jetë Dorian Derita në listë të mbyllur apo listë hapur, atë e vendos kryetari i partisë, kryesia e partisë, edhe edhe këshilli kombëtar. Çdo kush përsëris ka ambicien e vet, por kjo nuk është pyetje që do të bëhet mua. Është qartë, dakor. Kjo është do marrë përgjigjen e vet, besoj. Tash mos e dini dhe ju siç kishte informacion zoti Valteri. Përgjigjen e vet, po ne shikoj, neve kemi organe kolegjiale. Neve diskutojnë gjëra brenda. Halidi e ka marrë, nuk e di nga ka marrë vesh. Sa vetëm njëri e di tha, si e tha, di kryetari. O ja ka thënë kryetari Halidit, ose kështu me radhë. Një pyetje duam nga Halidi neve sot. Edhe përsërisim edhe një herë. Kjo Tiranë që është sot, e cila fatkeqësisht ka një ish kryetar në burg për problemin e tij të vetin, por ka një kryetar de facto, që është edhe kryeministri. Çfarë ka ndodhur gjatë muaj? Na bëni një kopsht, një çerdhe, një rrugë, të ndërtuar gjatë. Do ta bëjmë kështu, do t'ju ftoj prap edhe do analizojmë këtë. Ne do përdorim fortët, ju lutem, nuk kam më kohë. Edhe në Siri, edhe në Rusi, edhe në Korenë e Veriut, diktatorët të pumbën. Thonë, unë jam i zgjedhur, edhe për hoxha zgjidhej. Dgjoni, do t'ju ftoj një herë tjetër prap të dyve edhe do ta bëjmë analizën më në detaje. Po nuk kam kohë. Po filluan çajin që tani më mirë mos garojnë fare. Faleminderit që ishit me mua në studio. Faleminderit. Vota do flasin, qytetarët do flasin, siguroj. Faleminderit që na ndoqët nderuar shikues, që takojmë sërish nesër në të njëjtën orë.